një raportim i tillë ose më saktë ajo që duhet kuptojmë është fakti që nuk është se kemi një raportim të një sulmi, por kemi të bëjmë me një sulm i cili ka pasur rezultat. Pra, kemi parasysh që sulme mund kemi vazhdimisht, sulmet ndodhin, ato kthehen mbrapsht, pra arrin të mbrohemi në ato sulme. Një sulm si ky, i cili ka treguar që ka pasur rezultat, tregon që nuk është bërë ajo që duhet. Mendoj që sigurisht diçka e tillë, dhe nuk bëhet fjalë vetëm për postën elektronike, bëhet fjalë edhe për një infrastrukturë goxha më të rëndësishme aty, që ka të bëjë me serveret e virtualizimit, që të paktën ashtu si tregohet nga video e publikuara, është prekur dhe ka pasur një humbje të madhe dhënash, patjetër që tregon një dështim nga personeli i cili ka pasur për detyrë mbrojtjen e kësaj infrastrukture. Shqipëria është përballur edhe më parë me sulme të mëdha kibernetike që ju atribuan grupeve të lidhura me Iranin. A mendoni se vendi ynë vazhdon të jetë një objektiv i veçantë për shkak të pozicionit politik dhe pranisë mujahedinëve? Jo domosdoshmërisht. Vërtet kur janë bërë ato analizat e para dhe vetë ky grupim i cili gjatë kohës që bën publikimet e quan veten pra që kanë si origjinë Iranin, përsëri me kalimin e këtyre viteve ka filluar të ketë goxha dyshime të mëdha për sa i përket origjinës së vërtetë të këtyre sulmeve, për shkak se është diçka e cila po ndodh realisht për herë të parë në botë. Pra kemi një grupim i cili merret vetëm me Shqipërinë dhe merret vetëm me Shqipërinë, nuk bën asgjë tjetër, pra nuk kemi asnjë lloj veprimi tjetër të tyre. Dhe vazhdimisht ai nuk lodhet dhe sado që të ketë ndryshime të mëdha gjeopolitike, ai përsëri vazhdon të bëjë të përdorit të njëjtat teknika. Kështu që për mendimin tim dhe të një sasi të mirë personash jo domosdoshmërisht ata janë me origjinë nga Irani, tjetër që në çastin që në një vend të caktuar ne kemi grupime pra popullata të ndryshme të cilat shpeshherë janë dhe të shoqëruara me konflikte me vendet nga ata e kanë origjinën, patjetër që ne mund të kemi dhe mund të bëhemi target i një sulmi të caktuar.